Përshëndetje miq të nderuar. Në qytetin Freiburg, organizuar nga Qendra Islame Shqiptare Vision, është mbajtur një tribunë kulturore arsimore fetare ku është trajtuar tema shqiptarët, Islami dhe Evropa, sfidat dhe sukseset. Lidhur me temën, ka folur mysafiri nga Kosova, profesor Dr. Mustaf Bajrami. Kjo temë e rëndësishme për bashkëdhetarët me qëndrim dhe punë të përkohshme në Freiburg e rrethin ka zgjuar kërshëri të madhe. Shoqata po përpiqet të sigurojë kushtet edhe për shkollën me mësim plotësues në gjuhën shqipe për gjeneratat e reja. Për më shumë, ndiqni reportazhin nga Freiburg. Qyteti i Freiburg ndodhet në jug-perëndim të Gjermanisë pranë kufirit me Francën dhe Zvicrën, me një popullsi prej rreth 230.000 banorësh. Freiburgu ka një histori të pasur si qendër tregtare dhe akademike. Universiteti i Freiburgut, i themeluar në vitin 1457, është një ndër më të vjetrit në Gjermani dhe ka kontribuar ndjeshëm në zhvillimin intelektual të qytetit. Në dekadat e fundit, Freiburgu është bërë një nga qytetet më të njohura në botë për politikat e tij ekologjike. Freiburgu është i njohur edhe për trashëgiminë kulturore. Katedralja gotike Freiburger Münster është simbol i qytetit. Freiburgu është shembull i bashkëtesës harmonike ndërmjet traditës, teknologjisë dhe respektit për mjedisin. Në qytetin piktoresk Freiburg jetojnë e punojnë qindra familje shqiptare. Ata merren me profesione të ndryshme, nga ato ndërtimore deri në gastronomi e hoteljeri. Ka edhe mjek, arsimtar e inxhinier. Sidoqoftë, shqiptarët në Freiburg kanë ruajtur zakonet, traditën dhe besimin. Shqiptarët e parë në Freiburg erdhen me shpresë për një jetë më të mirë, me valigje, plot ëndra dhe zemër të ngarkuar me mall për atë dheun. Ata u përballën me sfida të mëdha, me mungesën e vendit ku mund të ruanin gjuhën, kulturën, traditat dhe besimin. Por në këtë rrugtim ata nuk harruan kush janë. Nga bisedat në ambiente të huazuara, fryma e bashkësisë nuk u shua kurrë. Ishte një ide që u rrit ngadalë për themelimin e një xhamie shqiptare që të fliste e të falte paqe në gjuhën amtare. Pas përpjekjesh disa vjeçare, ideja u realizua. Qendra Islame Shqiptare Vision në Freiburg, aktivitetin e vet kulturor, fetar, arsimor dhe humanitar e ka nisur pas shumë përpjekjesh me 15 shkurt të vitit 2025. Qendra Islame Shqiptare Vision në Freiburg është piktakim për aktivitete humanitare. Antarësia e shoqatës nuk kanë kurruar kurrë për vëllezërit në nevojë, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, Maqedoni e Preshevë, kurdo që e deshi nevoja. Në qytetin Freiburg, organizuar nga Qendra Islame Shqiptare Vision, është mbajtur një tribunë kulturore arsimore fetare, ku është trajtuar tema Shqiptarët, Islami dhe Evropa, sfidat dhe sukseset. Lidhur me temën, ka folur mysafirin nga Kosova, profesor Dr. Mustaf Bajrami. Kjo temë e rëndësishme për bashkëdhetarët me qëndrim dhe punë të përkohshme në Freiburg e rrethin ka zgjuar kërshëri të madhe. Qendra Islame Shqiptare Vision në Freiburg aktualisht ka rreth 90 antar nga trevat shqiptare, kurse ideja për themelimin e saj lindi pasi diçka të ngjashme nuk ishte në Freiburg. Shoqata jone për momentin parafërsisht 90 antarë jemi. Ata janë nga viset ndryshme të Kosovës, me siguri. Po, gjitha troje shqiptare. Po, si lindi ideja, iniciativa për të nisur, për të themeluar një shoqatë të tillë? Ideja ka lindën se këtu në Freiburg jemi që so vite kështu kjo instalacion islamish albanish s'ka ekzistu, kur s'ka ekzistuar. Edhe kishmi shumë nevojë, sidomos trit një vend më falën, po edhe ligjërata shqip.
A keni pasur problem me institucionet gjermane për të regjistruar si Jo, absolutisht. Po, kush u ka ndihmuar nga institucionet gjermane? Na kanë ndihmuar, për shembull, janë kon xhamia të tjera që kanë pasur dokumentacionet të përgatitur, si xhamia e Stuttgartit. Edhe pastaj unë jam domethënë me profesion këtu në Gjermani, jam kontabilist, punoj në Steuerbüro, edhe gjithat dokumentacionet tjera i kemi përgatitur bazë dihet në temën edhe në byrov temën. Si kryetari i xhamisë gati se gjithat, domethënë i bojna, pikërisht i kam domethënë shkarrokën kontabilitetit, domethënë në byrov temën që i kryen, me shpendim shajnig nga gjithat kush kontribuojnë i krye ato, po edhe që të ka nevojë diçka për shkrim, për kontakte gjermane, jam unë aty pikëqyrës. Sipas zotri Recepit, objekti ka vlerë të lartë. Ky objekt e kemi gjetën në Mobili.di, edhe komplet ka kushtuar 1.5 milion. Kvadratura komplete është këtu, është në vend industriale, është 1430 kvadrat. Kush u ka ndihmuar me shumë kështu financiare më shumë, me qenë që antarësia janë punëtor thjesht? Po, për fillimisht ja kemi filluar me tribuna, domethënë kontribut kanë qenë gjitha troje shqiptare, po edhe ma mërmeni edhe domethënë jo vetëm shqiptar, po ka pas edhe tjera si tërbesh, ka pasën musliman turk, arab, gjithat. A mund të dallohet nga këta që kanë sjellur donacione ndonjë person, ndonjë individ që kanë ndihmuar me një shumë më të madhe? A keni ndonjë person të tillë? Po i kena do biznesmena që janë edhe namazli, në këtë drejtim shumë fetar, po dhe elhamdulillah për Zotit janë rinia djemtë e tyre në këtë drejtim, edhe kanë pas dëshirë edhe ato me pasën një vend, edhe kanë kontribuar domthonë edhe biznesmenat shumë të fortë këtu në rrethin, jo vetëm Freiburgi me rrethin, po deri në Karlsru edhe jashtë shtetet që kanë ardhur si musafir xhamiet e Zvicrës edhe të Francës. Zotri Recepi, ju keni nisur të organizoni tribuna me karakter arsimor dhe edukativ fetar. Si u lindi ideja të ftoni persona eminent, si bie fjala profesor doktor Mustaf Bajrami? Po na këtu imi të deshtën me ndërtuën diçka si qendër, jo vetëm xhami, po qendër islame shqiptare, domethënë mi pasën gjithat këtu, një vend për mu falen, për namazli, pikërisht, po edhe për edukim, si kena edhe dhumat këtu të mësimit, që i kena edhe antarë të kryesisë, harkatarin është në zotëri Yunus Mustafa, si është në profesor i geografisë edhe historisë, edhe imi të deshtën komplet këtë qendrën me bon që edhe gjuhën shqipe, po edhe për kulturën, domethënë, çka përket në trojet shqiptare, mos më harru adetet tona. Profesor Dr. Mustaf Bajrami është i shquar si teolog, filozof, publicist dhe njohës i politikës ndërkombëtare. Profesor Bajrami studimet i ka kryer në Universitetin El Azhar. Ai ka doktoruar në logjik e filozofi analitike në Turqi. Profesori ka përvojë në diplomaci dhe është autor dhe përkthyes i disa veprave të rëndësishme. Profesor Dr. Mustaf Bajrami ka kontribuar në lobimin për njohjen ndërkombëtare të Kosovës dhe është aktiv në fushën e filozofisë islame dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Zotri Bajrami, ju ishit mysafiri qendrës islame shqiptare Vision në Freiburg, ku ligjëruat para bashkëdhetarëve dhe xhamatit të kësaj qendre. Çfarë janë përshtypjet tuaja nga bashkëdhetarët dhe cili ishte qëllimi i tribunës? Unë, si thash edhe pak më parë, ndjehem tejet i nderuar me ftesat që na i bojnë bashkëdhetarët tanë. Kemi nevojë për njëri tjetrin, ti ndajmë përshtypjet dhe përvojat tona, njohuritë tona, të mësojmë nga njëri tjetri, aq më shumë kur unë nderohem disa herë edhe si i ftuar për të qenë pjesëmarrës panelist në për
tribuna që po organizohen gjithandej në botën perëndimore. Kam thënë më shumë se njëherë, xhamiat shqiptare në botën perëndimore, për të qenurit xhami ku vnohet balli në sejdë dhe falet namazi, këto nënpullaze janë bë akademi kulturore. Nuk kam përtuar fare të shpalli si akademi kulturore, kombëtare, shqiptare, ku mësohet poezia shqipe, ku mësohet proza shqipe, ku recitohet Naimi, Ndremjeda, recitohen poetët tanë, mësohet, si shta dhe kryetari i këtij organizmi shqiptar Islam në Gjermani, Zotri Lazi, se në këto nënpullaze, në këto xhami, po ruhet tradita shqiptare, po ruhet gjua shqiptare, po kultivohet gjua shqiptare. Andaj, të jam pjesëmarrës në këto evenemente, në këto ambiente, për mua është nder i veçantë. Më shumë se sa ndjehem i tillë kur jam në mesin e qytetarëve tanë atje në Kosovë. Duke filluar nga vendet skandinave e këndej, gjithandej ku kam shku, kam përjetu emocionet të veçanta duke i pa dhe mësuar sukseset e shqiptarëve tanë, e njerëzve tanë këto, si kanë arrit për një kohë, përsa qëndrojnë dhe jetojnë në botën perëndimore, si në rrafshin e arsimimit, edukimit, biznesit, dhe se fundmi tani edhe me hapjen, blerjen, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e këtyre tempujve të diturisë, ku përveç tjerave përmendet edhe emri i Allahut. Zotri Bajrami, ju theksuat se personat që frekuentojnë ambientet e xhamisë nuk kryejnë vepra kriminale dhe se xhamia është edhe vatër edukative arsimore. Çfarë është personaliteti i vizitorëve të xhamisë në vendet ku jetojnë e punojnë? Një ndër rolet primare të xhamisë, përveç faljes së namazit në te, natyrisht është edhe edukimi i personit, krijimi i personalitetit që vije në xhami. Xhamia e pejgamberit alayhi salatu wassalam, vetëm 1% e vogël e rolit të cilën e ka pas, ka qenë falja e namazit aty. Xhamia e pejgamberit ka qenë një vatër diturie, vatër, një odë e asaj bote ku janë kaj dertet e njerëzve, e kanë dëgjuar njëri tjetrin, ku e kanë këshilluar njëri tjetrin, ku janë lutur Zotit, dhe natyrisht nga ajo xhami, megjithëse që e varfër për nga struktura e jashtme fizike, nga aty lindin dhe dalin kuadro që bëjnë revolucionin më të madh në historinë e njerëzimit. Andaj edhe xhamiat shqiptare në Perëndim, me sa isha falenderuar kontributit të imamëve hoxhallarëve shqiptar, gjithandej në botën perëndimore, udhëheqësive të këtyre xhamive, kryesive të këtyre xhamive, xhamatit të këtyre xhamive, i kanë shndërru, siç tham pak më parë, këto xhami në qendra kulturore, akademike, kombëtare shqiptare. Zotri Bajrami, xhamatit i keni preferuar për të zgjedhur nxënësit e dalluar dhe t'i ndihmojnë për të studiuar, ashtu që në të ardhmen ata të jenë të dobishëm jo vetëm për vendin i Koqir, por edhe për ateun e tyre. Po, unë këtë thuajse e kam thënë thuajse në çdo tribun dhe në çdo xhami ku jam ftuar të mbaj ligjërata. Se nëse shqiptarët kanë ardhur këto në botën perëndimore, në Gjermani, në rastin konkret, për ta ndërtuar një shtëpi, për ta rregulluar gjendjen e tyre materiale, para 3-4 dekadave, ato shqiptarët tani më i kanë arrit. Të gjithë e kanë një mirëqenie të mirë, të pranueshme materiale. Tani ka ardhur koha
e krijimit të diçkaje tjetër. Këta shqiptarë të cilët janë në Perëndim, duhet të ulen, të menojnë, të projektojnë dhe të përgatisin apo të shohin botën të ardhmen me një sy të së ardhmës. Dhe propozimi im konkret, përveç edhe 2 propozimeve të tjera, është që xhamatët e këtyre xhamijave, me që materialisht qëndrojnë mirë, do të fillojnë krijimin e fondeve për stipendimin e studentëve e nxënësve të përgjithën të zellshëm, kudo qoftë në universitetet gjermane. Bile kam shku me propozimin që sot xhamijat shqiptare në Perëndim mund t'i stipendojnë, t'ju japin bursë 5 studentave në universitet, 3 në master dhe 1 apo 2 në doktorat. Që, si kur i kanë bërë deri më tani shtëpitë të tyre, mirëqenjen materiale dhe sociale e kanë rregulluar në gjeografinë shqiptare, tani shqiptarët këto do të fillojnë të mendojnë të krijojnë kuadrot e veta, të cilat fillimisht do t'ju shërbejnë këto dhe këtë kuadro të mbesin si nyje lidhëse midis kulturave të kombeve të Evropës perëndimore dhe kulturës sonë atje në gjeografinë shqiptare. Dhe për fund, zotëri Bajrami, na thuani se cili është mesazhi juaj për bashkëdhetarët në përgjithësi? Mesazhi im për bashkëdhetarët është të ruajnë sa më shumë, të bëjnë përpjekje sa më shumë që ta ruajnë frymën shqiptare, traditën shqiptare, që një numër i tyre, i cili ka arrit të shkollohet në universitetet perëndimore, ta gjejë mënyrën e promovimit të elementeve pozitive, ato janë shumë në numër, të traditës sonë. Shqiptarët në Perëndim nuk bën të mbesin vetëm si të ardhur për një mbijetesë, për një rregullim të jetës materiale të tyre, por në një step më të lartë të jenë kontribues edhe nëpërmes traditës, kulturës, zakoneve tona, të kontribojnë edhe vendeve dhe kombeve që jetojnë këto. Unë mendoj se është koha të mendohet që për te integrimit në shoqëritë perëndimore, shoqërive perëndimore të fillojnë të japin kuadro të cilët këta dohet ti shkollojnë. Dhe për fund, juve personalisht, ju përgëzoj për punën që e bëni, për kontributin që e bëni në rrafshin e informimit, duke ju dëshiruar shëndet dhe punë të mbar e suksese edhe më tutje. Ju faleminderit, respekt të ndërsjell. Faleminderit. Lidhur me qëllimin e themelimit të shoqatës, Qendra Islame Shqiptare Vizion në Freiburg, Yunus Mustafa është shprehur. Fillimisht dua të potencoj edhe emrin të cilin ja kena vendos kësaj qendre, Vizion që një fjalë domethënë ka me parashiku të ardhmen. Ne këtu pasi që vetëm se nashta dashtëm apo nuk dashtëm kemi arë në gurbet, kemi emigruar botën e perëndimit, por s'do me thonë se kemi emigruar për disa çështje financiare, por neve këtu na nevojitet që në mërgatën tonë apo në diaspor që të kemi edhe qendra apo të ndryshme të kulturave, sigur na që kemi tash Qendrën Islame Shqiptare Vizion këtu në Freiburg. Qëllimi i kësaj qendre është që ne ta kemi një objekt apo një institucion i cili nuk është vetëm xhami, po kjo është edhe një akademi apo shkollë në vete, në të cilën fëmijët tanë pasardhësit do të vinë të ndjekin këto mësimet, si në landën fetare nga prisi hoxha, apo nga sigur që jam unë e profesor i geografisë, por edhe do të në tarmën kemi planifikuar që në këtë institucion të kemi edhe mësim në gjuhën shqipe, shkrim dhe lexim, se shkaku se fëmijët tanë
mos të asimilohen, po të arrujnë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Me që Qendra Islame Shqiptare Vizion në Freiburg ende nuk ka imam, çfarë janë angazhimet për të siguruar një personalitet të tillë? Jemi në rrjedha në kontakte me gjitha institucionet e bashkësive islame si në Republikën e Kosovës, atë Maqedonisë, Shqipërisë, si dhe troje të tjera, Lugina, Preshevës dhe Malizi. Jemi në kontakt me të gjitha institucionet që në tarmën ta sjellim një imam hoxh, i cili do të na shërbeje neve këtu si pris fetar në faljen e 5 kohëve të namazit, si dhe ritualeve të ndryshme të cilat do t'i kemi këtu, si për shembull edhe rastet e vdekjeve, i kemi të parashikuara, kemi edhe agjencionin i cili i bart kufomat për në vendlinje me një çmim shumë të volitshëm, ata të cilët janë antar të kësaj qendre. Shoqata po përpiqet të sigurojë kushtet edhe përmesimin plotësues në gjuhën shqipe për gjeneratat e reja. Deri ku është arritur në këtë drejtim? Po, ne këtu jena në bisedime me konzulatin e shtetit të Kosovës, i cili gjindet në Stuttgart të Gjermanisë. Presim përgjigje, shkaku se kena bo kërkesën, po tash na vjen një periudhë e kohës që do të na japin edhe informatën se në çfarë hapa do të marrim në të ardhmen, po të e pas parasysh se sikur unë që jam me profesion, po kemi edhe shumë veta si nga gjenia mashkullore dhe femërore, të cilët kanë përfunduar studimet si në vendlindje, po ashtu edhe në diasporë këtu në përvendet perëndimore. Njëkohësisht do ta shpallim edhe konkursin në faqet tona të cilat i kena zyrtare në rrjetet sociale. Paraprakisht duhet të kem edhe kushte se çfarë mësimdhënësi do të kemi, po sigurisht duhet me qenë i ciklit të ulët klasor, një mësues apo mësuese që të mësoj fëmijët tanë shkrim dhe lexim, më pastaj do të fillojmë me lëndë të tjera, sikur une me profesionin tem të gjeografisë do të kisha dashur të rinj tanë, fëmijët tanë të mësojnë dhe të dinë më shumë për historinë dhe gjeografinë e trojeve tona shqiptare, sepse me të vërtet në vendet tona kemi mjaft vende atraktive, si që janë Lumejt, Detit, Liqenit, Shpella e shumë çka atje, që këto fëmijët tanë t'i mësojnë dhe t'i tregojnë ato përvoje të cilat i marrin në këtë institucion në për shkollat e tyre profesionale ku janë. Zotri Resul Bityqi nga Poslishta e Prizrenit është i angazhuar rreth çështjeve rekreative dhe sportive. Ne miremi me angazhime sportive, organizimet e iftareve dhe çka të ka nevojë për punime kështu të vrashta apo punime tjera me organizimin ose me emetimin e xhamisë, e cila vetëm është duke ndodhur. Zotri Bityqi angazhohet për furnizimin me ushqime pije për ceremonitë që organizon shoqata. Po, me përfundimin e muajit të shenjtë Ramazanit, ishte festa e Fitë e Bajramit. Zakonisht ne nuk përgatitemi, po ne angazhohemi dhe angazhojmë antar tjetë familjes, si për shembull bashkëshortja ime ka përgatitur diçka për Enkas për ditën e Fitë e Bajramit, ku është festë e madhe për ne. Edhe kështu, gjëra ushqimore zakonisht tradicionale. Ne nuk harrojmë traditën. Sa fëmijë keni ju? Unë kam 2 fëmijë. A shkojnë në shkollë ata? Po, shkojnë në shkollë. Djali është 18 vjeçar dhe vazhdon vijimin në gjimnaz, kurse vajza është 16 vjeçare dhe vazhdon shkollimin real shule. Në shkollën reale, po. Por me qenë se djali juaj po vazhdua ka mësimet në gjimnaz, a ka menduar ai apo ju se çfarë drejtimi të sjell në tradhën dhe a do të shkoj për të studiuar? Paka shumë na ka treguar se çfarë do të vijon në vijim. Ai mendon se do ta njeh degën e mjekësisë. Se edhe bashkëshortja ime ashtu është në atë degë si kanë shfesta punon dhe motë medicinale. Po, motë medicinale, infermiere. Dhe donë edhe ai ta vazhdoj po këtë drejtim.
Çfarë do të jetë mbështetja juaj? Në lidhje... Sa do të ndihmoni atij për studiuar? Fëmijës gjithmonë. Ne do të përkushtohemi gjithmonë që të jemi afër fëmijëve dhe të jemi të përkushtuar ndaj familjes ose fëmijëve tonë, veçanërisht fëmijëve të mi. Këtu ka shumë shqiptarë që jetojnë në Freiburg me rrethin. Sa jeni të kënaqur ju me arritjet e tyre, sa po i dërgojnë ata fëmijët në shkolla të larta, në gjimnaze, në fakultete? Po, unë të them drejtën që 9 vite jetoj dhe veproj këtu. Kam 9 vite që kam ardhur në Gjermani dhe tani jam afruar me komunitetin shqiptar këtu që jeton. Fëmijët e tyre kanë arrit gjithmonë kur flasim me të tjerë, tregojnë se janë të kënaqur me fëmijët e tyre që kanë arrit suksese. Shpresoj edhe fëmijët e mi një ditë të jenë të suksesshëm këtu. Ju punoni diku apo keni firmë tuaj? Jo, unë punoj, jam me një firmë gjermane punoj. Jam si elektricist ose instalus, elektroinstalus. Shumë bukur paske. Një ndonjë shqiptar këtu që ka arritur të themelojë ndonjë ndërmarrje vetë, ndonjë firmë punose që ka arritur mirë ekonomikisht? Po, ka shumë? Po thoj se shumë ka këtu shqiptar që janë ekonomikisht mirë dhe që ndrojnë me firma të mira të forta. Sot, Qendra Islame Shqiptare Vizion në Freiburg është më shumë se një vend falje. Ajo është shkollë komensote dhe gjuhamtare, një vend edukimi, një qendër sociale dhe kulturore. Fëmijët mësojnë shqip dhe besim islam, të rinjët organizohen e bashkësia forcohet. Këtu nuk ka ndarje, vetëm bashkim. Në çdo takim rekreativ e sportiv, në çdo iftar, në çdo kurs lind një shpresë e re për ruajtjen e identitetit shqiptar në Evropën moderne. Në botën që ndryshon me shpejtësi, komuniteti shqiptar në Freiburg ka ndërtuar një pikë të qëndrueshme referimi, Qendrën Islame Shqiptare Vizion. Ajo është dëshmi e punës së palodhur, e bashkëpunimit dhe dashurisë për rënjët. Gjersa brezat e rinj rritën në këtë tokë të re, Qendra Islame Shqiptare Vizion në Freiburg do të jetë gjithmonë një kujtesë se kush janë dhe nga vijnë. Një vizion që nuk mbaron, por vazhdon. Shikues të nderuar, kjo është e tëra që kam përgatitur kësaj here. Javën e ardhshme ju sjell tema të reja. Mirupafshim.